mbrëma. Më ndalon një grua në rrugë dhe më thot, sa bukur trego ato historitë e kohës sonë, se me vërtet ashtu kemi qenë aq të varfër, kemi qenë sa edhe lastik për breket nuk kishim. Thot, po megjithatë, ne dinim edhe të kursenim, bënim lotari në ndërmarrje me kolegët e punës. Po edhe më kujtu vërtet ajo lotaria, po se ç'mund ngatru me fjalën kredi. Lotaria në të vërtet ka qenë kredi po pa interesa, blidheshin gjithë kolegët e punës, blidhe një shumë lekësh, shkruheshin emrat nëpër copa letrash, hidhej shorti dhe secili sipas radhës paguheshin lekët. Kishte edhe tolerimin atë kohë, për shembull thoshte, a t'ja japim tanës kësaj radhe se ka çuni për të martuar gjinof. E japim. Ose t'ja japim Fatimes se ka do blej televizorin Fatimja. O është çuni Fatimes e vërtet. Sigurisht i duhet ta bëjë këtë duke treguar edhe autorizimin, sepse në atë kohë çdo gjë blej me autorizim. Sot ne çdo gjë në shtëpi e kemi me kredi, përveç grus. Sigur ta kishim dhe atë me kredi. Në sensin që masi të kishe pagu 20 vjet, ti thoje, tashit kam pagu, mos fol mo do bëhet si them unë. Ose atë variantin tjetër, një gjo, s'ka me pagu këset, po t'lej. Në atë kohë zakonisht lotarit i bënin gratë, dhe gjoja e parë që blej, ishte televizori, dhe përbënte lajmë për gjithë lagjen, sa dhe speakeri i lajmeve, thoshte, takzoni televizorin familja juaj dhe gjithë komshit që s'kanë. Kurse sot të del po speakeri i lajmeve, thotë, ti zotri aty, ti. Nuk e paguar këstin e kredis televizorit, plus interesat e interesave, dhe penalti gjithë ka vonë banka. Dhe këtu merr zjarr gruaja, e thot, atash mos e bjet ofertën digjitale të futbollit e? Atash, shive tash do paguash penaltin e bankës. Na, maj tash. E ti thu, po mi gru, po, se aty ke Supersportit paktën shof hence, aut, shof lojtarët e mëdhenj, shof korne, shof gjithë ato lojtarët e mëdhenj që bojnë gola dhe nuk ka problem pavarësisht penaltis me hile që marras banka mu. Por nga banja të vjen zoni me dritë me i lavatriqës. Po mu s'do më paguash të muje? Se me gjithi laj robat, po dhe ti shtryti, boj gjysëm thata, më ka ngell vetëm e ti ne robat ashti. Shkote frigoriferi, hap frigoriferin, dangët përgjit ajo drita frigoriferi, thot, po më qa duke dryqu këtu, s'ka si gjohë me në frigorifer. Qa, kodri unë do? A më se ke gjeto kredi, e di shke ledi e rap, thot, në përdorë se ja bashur më mirë, ta bojnë e unë i punë. Në atë ko, nuk është se ka pas banka me morë kredi, se një banke vetë me ka qenë, leket leshin në vrakat e kursimeve, ato pak lek që ishin. Sot për shembull, ti për bankën fillimisht quhesh klient. Duhet i mushësh menjen bankës përpara që ti nuk ke nevojë për lek. Kjo është gjëja e parë. Masi e ke mush menjen bankës, ata të japin një kontratë për ta firmos me ca rreshta kështu me ca shkronja të vogla, që ti si shef. Dhe aq shumë besim kanë ke ti, sa dhe stilolapsin për të firmosur e ka lidhë me zinxhike skevania. Mas sa kohësh, ti kthehesh në një gjë tjetër për bankën, si në atë kohë kthehesh me njeri me njollë në biografi. Nuk je mo klient, po je debitor. Të merr ajo goca bankës thot, zotri ju jeni debitor, ma mirë më thuj borxhlimi. Jo, debitori jeni ndaj bankës dhe po nuk pagu do merren masa ndaj jush. Dhe ti mendon thu, okay, ekonomia shqiptare ka pas probleme, shumë borxhe kanë dhe prapja kanë dalë, doja dalë dhe unë. Po kur shkon në hipotekë dhe pyet për pronën tate, thot, shtëpia ju është me barë. Kush e la me barë, mëlla? Ta kalon banka për 30 vjetë. Qysha gru, unë me zi durova grunë time në muj me barë, do duroj banka 30 vjetë. Por, në qofë se ti paguan, e kupton që mbas shumë vitesh paguan shumë më tepër se ç'ke marr, ndoshta të vjen një telefonat e largët, në një të ardhme të largët, të merr ai zëri ty, nëse e gjallë gjithmonë, e heq ato dy protezat, i vjen në dy gota të ndryshme. Merë ajo vajza e thot, zotri, shtëpia juaj nuk është më me barë. A, shoqër, din të baj. Jo, zotri, ja kemi hequr barën. A, dështaj, me po kam kaq vetë që presë, voj. Jo, zotri, shtëpia është e juaj. Nuk e dua. Kjo ndodh kur ti paguan. Në rast se ti nuk paguan, të vjen një quhet përmbarues. Do me thënë, a i gjithë maro fare.
Të vjen e thot përveç borgjeve që ke, tashim ke dhe mu. Du dhe unë lek. Çdo gjë që ke në shtëpi do konfiskohet se ke dhe faturat e çezit pa pagu. Thot makina me leasing. Televizori i bankës. Lavatriçja e bankës. BC-ja, lavamani këto i kam lënë gjitha kolateral. Ore zotritë, do marr dhon pjesën time se për këtë punë paguhem. Kena i gjo që është në emrin tat. Ja kam të dy dhëmbët këtu ai, da, vetëm këto ka. Meri, po i gjashtë Meri. Faleminderit, faleminderit.